Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbi mbar ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e profetit alayhi salatu wassalam deri në ditën e fundit, ku elusim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë prej tyre. Të dashur teleshikues, vëllezër dhe motra, vazhdojmë të jemi me ciklin e emisioneve Fjala që udhëzon. Sot do të jemi me një tjetër fjalë, me një tjetër veprim, orientim dhe udhëzim të dërguarit Zotit, ashtu siç e kishte zakon ai të orientonte njerëzit për tek e mira, për tek e drejta, për tek e sakta, si për të vërtetuar fjalën profetike ku i dërguari Zotit flet ndër kriteret e besimtarit ose ndër të drejtat, detyrimet që besimtari ka besimtarit është dhe wa idha stansahaka fansah lahu. E kur dikush kërkon prej teje të jesh i çiltër, pra të jesh i çiltër, të bëhesh pal në problematikën e tij, pra ta ndjesh, jo thjesht ai përkthimi që dhe kur dikush kërkon këshill. Pra këshilla çfarë është në rastin konkret? Orientimi me çiltërsinë më të madhe, me pastërtinë më të madhe, ashtu sikurse do të dëshiroje që tjetri të orientonte ty në problematikën të cilën ai e përjeton. E kur dikush kërkon prej teje që ti jesh i çiltër me të, ti je i tillë. Shkon një grua tek profeti alayhi salatu wasalam dhe shikoni subhanallahu, domethënë detajet e bukura që përfshin një gjithë hadithi me cilin do të ndalemi. Thot shkon një grua e zezë. Pra nuk i dihet as emri. Emërtimi i saj me zezë është më tepër për ta dalluar. Domethënë në ditët tona sot i themi zezake, pra jo diferencimi, jo racizmi në emër të ngjyrës. Nuk është më i mirë i bardhi nga i ziu, as i ziu nga i bardhi e kështu me radhë të gjitha ngjyrat, vetëm se me devotshmëri. Ndaj dhe ka thënë poeti, laqad rafa'a al-islamu Salman al-Farisi wa wada'a shirku an-nasiba Aba Lahab. Thot pasha Allahun, wallahi. Thot pasha Allahun, nuk është njeriu vetëm se feja, devotshmëria që e përfaqëson atë. Ndaj thot mos e braktis devotshmërinë duke ju mbështetur për ardhjes tënde. Islami e lartësoi lart Salman Farisiun, i cili vinte nga Persia, ishte i fisshëm, me patjetër që ishte i fisshëm, por nuk e lartësoi fisi. Në rastin kur ishte në Medinë, ai ishte skllav, ishte në gradën e skllavit, e lartësoi lart Salman Farisiun dhe e poshtroi poshtë më poshtë të fisshmin Ebu Lehebin. Ndaj, diferenca është devotshmëria, njohja e Allahut dhe jo prejardhja, ngjyra apo niveli arsimor, kulturor dhe deri dhe niveli ekonomik që njeriu ka. Shkon një grua e zezë tek profeti alayhis salam, pra është cilësuar kjo e zezë tham, për të treguar domethënë që ishte e panjohur e ngrata, dhe i thot, pra i shfaq një shqetësim të saj dhe i thot, o i dërguari i Allahut, unë më kap epilepsia, pra ajo që njihet ndryshe në gjuhën popullore smundja e tokës, më kap epilepsia dhe jo vetëm kaq, por zhvishem, domethënë, në ato veprimet e pakontrolluara, lutim Zotin ti shëroj të gjithë ata të cilët janë të prekur nga kjo smundje ose nga kjo problematik. Më kap epilepsia dhe duke qenë se veprimet janë të pakontrolluara, të pamenaxhueshme, zhvishem. Luta Allahun subhanahu wa taala të më shëroj. Pra ka ardhur t'i shfaq një shqetësim dhe t'i kërkoj të dërguarit Zotit ato që më shumti duhet ta kemi praktike në jetën tonë. Pra dikush thot fjala bie, pra dëgjon për problematikën e dikujt dhe ti nuk ke mundësi ta mbështetësh monetarisht njeriu në fjalë. A duhet t'i thuash domethënë që me çfarë mund të ndihmoj? Dhe nëse i thua tjetrit me çfarë mund të ndihmoj, pra a duhet ta ofrosh ti ndihmën tënde? Me patjetër që po. Dhe edhe nëse ndihma konstaton në diçka materiale, ti të paktën ke një armë më të fortë se sa materialja. Dhe tjetri që të thotë domethënë Allahu ta shpërblef, s'kam nevojë për gjë. Mos thuaj nuk kam nevojë për gjë. Thuaj kam nevojë për duat tua. Kjo është gjëja të cilën duhet ta bëjmë praktik në jetën tonë. Ajo që kërkonin nga i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam shpesh shokët e tij në problematika të ndryshme
nuk ishte zgjedhja e hallit, por ishte lutja, kërkonin lutjen e profetit alayhis salam. Pra, nuk i dihet se lutja kujt ngrihet lart ke Allahu subhanahu wa taala dhe pranohet. Ndaj ajo që duhet ta bëjmë praktik dhe ta mbjellim në mesin e praktikës tonë të përditshme, është i kërkojmë njëri tjetrit lutje. Ndahesh me dikë, qoftë edhe nëse takohesh për vakte të ndryshme në xhami, bashkë me selamu aleikum, mund t'i thuash mos na harro me dua. Dhe personin fjalë edhe për ta çuar ata amanetin tënd, thjesht për ta çuar amanetin tënd në vend, thot Allahu të ruaj. Allahu të largoft nga të këqijat, Allahu të largoft të këqijt, e kështu me radhë. Lutje të natyrës së ndryshme, sepse lutjet ndryshojnë nga njeriu në njeri. Por mund të jetë çast pranimi, mund të jetë dhe përgatitja jote shpirtërore ideale për të pranuar lutja. Ndaj, o i dërguari i Zotit, pra kjo ka shkuar tek i dërguari i Zotit për t'i kërkuar që t'i lutet Allahut. Luta Allahun të mëshiroj. Profeti alayhis salam pasi e dëgjon me vëmendje, i thot, atë të tregoj për diçka më të mirë, duros mundjen sprovën në cilën je dhe shpërblimi për ty do të jetë xheneti. O i dërguari Allahut thot duroj, pra bëj durim, zgjedh të bëj durim, luta Allahun subhanahu wa taala vetëm të mos zhvishem. Pra të paktën kur më kap smundja, kur më kap ajo kriza, vetëm luta Allahun subhanahu wa taala të mos zhvishem. Thot dhe luti pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe nga ajo ditë krizat pra e kapnin, por ajo kur më nuk u zhvesh. Le të ndalemi, le të vim tek fillimi i hadithit. Pra ajo që po flisim deri tani. Lutja është arma e besimtarit. Është virtyti i cili duhet të shoqërojë vazhdimisht. Është ajo portë të cilën njeriu vetëm se e mbyll vetë, se Allahu subhanahu wa taala nuk ta mbyll. E mbyll vetë si? E mbyll vetë duke mos i lutur Allahut. E mbyll vetë me gjunahe të ndryshme. E mbyll vetë me besim të luhatur. Pra ka luhatja në besimin e tij, aq sa e sheh zgjidhjen e një problematike të ndryshme, pra nëse ka një smundje, e sheh që zgjidhja është tek mjeku. Ne nuk tham të mos bësh sebebet, shkaqet, të mos i marrësh shkaqet parasysh. Përkundrazi, duhet i ndërmarrësh shkaqet dhe je i obliguar ta bësh diçka të tillë. Por mbështetja kryesore duhet jetë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo zonjë do më thonë na jep shembullin ideal. Dhe shembulli ideal është ajo që lutja. Dhe lutja orientimi për tek njeriu ku ti ke, si në rastin konkret i dërguar i Zotit alayhis salam, është e padiskutueshme, sepse lutjet e tij janë të parefuzuara. Por kjo është dhe një edukat për në përditshme tek njeriu i cili ne predispozohet, do më thonë, që të jetë më i mirë nga të tjerët. Fakti i diturisë dhe i praktikës që ne shohim tek ai. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. I lartëson Allahu në grada të larta ata të cilët kanë besuar nga mesi juaj dhe ata të cilët dhe atyre të cilëve i është dhënë dituria në grad, domethënë ka diferencë në grad midis atyre të cilët janë thjesht besimtar dhe atyre të cilët krahas besimit i është dhënë dhe dituria dhe praktika. Pra, edukata është që kërkoj tjetrit lutje në mënyrë të vazhdueshme dhe ka njerëz të cilët në lutjen e tyre, domethënë mënyra se si lutet është më i predispozuar për të pranuar lutja e tij. Ndaj, edhe kjo diferencimi, pra të gjithë duhet të kërkosh lutje, por kjo pjesa e diferencimit të kujt, të devotshmërisë, jo thjesht dituria si një informacion, por dituria si një orientues për një jetë. Dhe ti e veçon paksa këtë nga të tjerët, përse? Sepse thua që ky e vlerëson akoma dhe më shumë lutjen. Ky e vlerëson akoma dhe më shumë amanetin që i le dikush që të lutet për të. Ky e vlerëson akoma dhe më shumë vllazërinë. Ky e vlerëson akoma dhe më shumë mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala. Pra edukata e parë, edukata e lutjes. Një lutje të cilën kishin shumë prezente edhe sahabët e pejgamberit alayhis salam. Si rasti konkret
po japim një rast konkret sahabiu i nderuar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ku sa herë që vinte ndonjë karvan nga Jemeni pyeste, a ndodhet në këtë karvan Uwais al-Qarani? Uwais al-Qarani kush ishte? Ishte një musliman, një besimtar i zonës së Jemenit, për cilin profeti alayhi salatu wasalam pati dhënë dëshminë dhe vlerësimin e tij edhe pse nuk ishte takuar me të, duke thënë: më i miri i tabiinëve është Uwais al-Qarani, i ka lutjet e pranuara. Shenjë e tij, pra shenjë se si të dalloni Uwaisin, është se ai e ka nënën, të cilën e ka respektuar, e ka nderuar pafund, ka qenë i smur me lebroz dhe pasoj, pra shikoni domethënë se si lidhen gjërat, pra kur dikush është i mirë me familjen e tij, është i mirë me prindrit e tij, është më i predispozuar për t'u pranuar lutja. Ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatihima. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e dy prindërve tu, dhe zemrimi i Allahut gjendet në zemrimin pra kur zemron dy prindrit e tu. Pra personi i cili i respekton ka prindrit, i pas ka marrë razin, uratën prindërve, është më i predispozuar për t'u pranuar lutja nga personi i cili është thjesht një besimtar normal, i cili nuk i ka kushtuar ndonjë vëmendje të veçantë. Dhe profeti për Uwaisin pra thot, shenjë e tij është se ka qenë i smur me lebroz në trupin e tij, por fakti që ka qenë i respektueshëm dhe ja ka ditur hakun nënës, e ka shëruar Allahu subhanahu wa taala pra me lutjen e nënës tij, përpos një pjesë në barkun e tij, thot sa një dinar, pra sa një monedhe vogël. Derisa vjen dita që Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu takohet me të nderuarin Uwais al-Qarani. Dhe i thot atij Uwais al-Qarani, që vjen domethënë nga Jemeni, thot po. Thot atij që e ke patur nënën të cilën e ke dashur, e ke respektuar pafund, thot po. A është e vërtetë që ke qenë i prekur nga smundja e lebrozës dhe je shëruar plotësisht përpos një pjesë, domethënë në barkun tënd ose në fundin e barkut tënd? Ka thënë po. Ka thënë a mund ta shoh? Dhe e ka ngritur rrobën e tij dhe ja ka treguar domethënë se ku është pjesa që është pra e ka vërtetuar plotësisht. Ka thënë atëherë për hatër të Zotit bësh një lutje për mua. Thot a unë të lutem për ty, ndërkohë që ti je shoku i profetit alayhi salatu wasalam, je veziri i tij. I thot, po, thot vallahi, thot, sepse unë kam dëgjuar të dashurin tim pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili na porosiste që nëse takoheni me këtë person, pra mos e kurseni që t'i kërkoni ai të lutet për ju. Dhe u lut domethënë Uwais al-Qarani për Umerin. Pra, nuk e anashkalonin në asnjë situatë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam që t'i kërkonin dikujt lutje, pra t'i kërkonin që të lutej për të. E veçanërisht tek njerëzit të cilët kishin atë mendimin e mirë që janë më të spikatur nga të tjerët. Ndaj ndërlutjet të cilat i kemi trashëguar nga i dërguari ynë alayhi salatu wasalam, o Zot, na bëj më të mirë nga ç'na njohin dhe na fal për gjërat të cilat nuk na i dinë. Na bëj më të mirë nga ç'na njohin njerëzit, pra nëse e kanë mendimin e mirë, ti na bëj akoma më të mirë se sa mendimi i tyre, dhe na i fal gabimet të cilat ata nuk na i dinë, pra na i mbulo këto tmeta, dhe na i fal dhe na largo prej atyre tmetave, gabimeve apo gjunaheve të ndryshme, të cilat nuk i dinë, por Allahu subhanahu wa taala i din. Pra, praktika e parë të cilën e mbolli profeti alayhis salam dhe orientimi i parë të cilin na mëson kjo praktik është lutja. Arma e besimtarit, sikur se e ka quajtur pejgamberi alayhis salam. E kur flet për lutjen në konceptin e adhurimit, thot lutja është adhurimi vet. Lutja është adhurimi vet. Vim tek pjesa e dytë. Zonja e nderuar i ankohet të dërguarit Zotit alayhis salam dhe profeti e orienton për ndurim. Dikush me drejt, nëse do të ishte ky orientim jo i profetit alayhis salam, sepse kur vendoset figura e të dërguarit Zotit në mes, gjërat ndryshojnë. Zoti xhelel xhelali për të thot, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Ai profeti alayhis salam nuk flet dhe nuk vepron
fjalë boshe apo veprime të pakontrolluara. Ajo që ai vepron, ajo që ai bën, ajo që ai orienton, është wahi, është revelat dhe shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Por nëse nuk do të ishte ky orientim nga i dërguari i Zotit, a nuk do i linte e drejta dikujt dhe thonte: unë kam një hall, unë kam një problematik, unë kam një vuajtje, dhe ti më thua po bëj durim ti. Pra, tjetri është pa bukë, pa ngrënë, dhe ti thua shiko, bëj durim ti, ndërkohë që parsorja çfarë do të ishte? Që ti japësh të ushqehet. Parsorja çfarë do të ishte? Që ti ta ndihmosh. Në rastin konkret, profeti alayhi salatu wassalam, domethënë, pra a e ka bërë këtë me njerëzit të cilët kanë shkuar për t'i kërkuar diçka që e kishte mundësinë ta krynte? Me dish që jo. Pra kur dikush ka shkuar tek profeti alayhi salatu wassalam të kërkojë ushqim, profeti alayhi salam i ka siguruar atij ushqim. Kur dikush ka shkuar ke profeti alayhi salatu wassalam për të kërkuar ndonjë lëmosh ose mbështetje, me patjetër që e ka orientuar në zgjidhjen e problematikës, por nuk ja ka kthyer shpinën e tij. Kur dikush ka shkuar për të kërkuar strehim, me patjetër që i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam i ka ofruar strehimin e mundshëm. Pra i ka ofruar ambientin për ta strehuar. Kur dikush ka shkuar tek profeti alayhi salatu wassalam, jo thjesht për t'u këshilluar, por për ndihmën e tij, pra si rasti konkret i Xhulejbibit, për shembull, sahabiu i nderuar që shkon dhe kërkon, i parashtron një problematikë dhe i thotë që i dërguar i Zotit, pra shkoj dhe kërkoj nuse, por nuk më japin. Pra si pasojë e pamjes së tij ose përjardhjes së tij, pasi nuk ishte njëri i fisshëm. Dhe profeti alayhi salatu wassalam nuk i thotë Xhulejbibit që bëj durim me Xhulejbib, por i jep zgjedhje. Pra, i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam nuk e ka në natyrën e tij që t'i thotë dikujt, shiko, ti duro. Me patjetër është motivimi më i madh. Por në rastin konkret, është diçka që i dërguar i Zotit nuk ka zgjedhje të drejtë për drejtë për të. Ndaj dhe zonjës në fjalë i thotë: a të tregoj për diçka më të mirë? Pra veçantë asaj që unë e lut Allahun subhanahu wa taala dhe Allahu me madhnitë vet ty të shëron. A të tregoj për diçka më të mirë? Dhe këtu e orienton i dërguar i Zotit tek durimi. Përse? Sepse ky durim, nëse do i përmbahesh ti atij, ka një shpërblim të vetëm dhe të padiskutueshëm, xhenetin. Për çfarë jetojmë ne? Pra jetojmë se do të garantojmë dynjan përjetësisht. Ne e dim shumë mirë që dynjaja për besimtarin nuk është gjë tjetër vetëm se një urë kaluese nga e përkohshmja në të përhershmen. Dhe ti do zgjedhësh që këtë urë në cilin drejtim do ta marrësh? Do ta marrësh për në xhenet, o Zot na bëj prej tyre, apo do ta drejtosh, do të marrësh drejtimin për në xhenem? Atëherë, duke qenë se jemi në të përkohshmen, duhet ta motivojmë njëri tjetrin për tek vlerat, dhe profeti alayhi salatu wassalam e orienton zonjën për tek vlerat, e orienton për tek shpërblimi i vërtet. Pra, në raste të shumta e pyesin të dërguarin e Zotit ose shfaqin problematika të ndryshme, dhe profeti alayhi salatu wassalam orienton për në të mirë, pra cila është sadakaja më e mirë? Cila është sadakaja më e mirë? Të japësh thot ndërkohë që je i shëndetshëm, me shëndet të plotë dhe nuk ke frikë varfërinë. Pra ka vlerësuar se sadakan më të mirë. Përse? Sepse është edukata e shpirtit. E shumë e rradhë, domethënë hadithet e profetit alayhi salatu wassalam janë të shumta në këtë kontekst kur orientimet e tij janë për tek e mira. Dhe profeti alayhi salatu wassalam këtë bën me këtë zonjë. E orienton për tek durimi. Por se ç'pozit ka durimi në Islam dhe për gradat e tij se si ai ndahet, pas një pauze të shkurtër do të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit për ta diskutuar më tej. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Fjala që uzon, ku sot jemi pikërisht me këtë zonjë të nderuar, e cila nuk i dihet as emri, por që është një ndër të përgëzuarat me xhennet. Është një ndër të përgëzuarat me xhennet. Profeti alayhi salatu wassalam e fton këtë zonjë për durim. Pika e parë e diskutimit që me drejt gjithse i cili mund ta drejtonte këtë si pyetje.
dhe ne duhet në çështjet e fesë duhet i kemi marrëdhënien e pyetje përgjigjes me të diturin, duhet ta kemi me një lirshmëri ose sportivitet të ndryshe. Po ama me diturin, jo trajtesa të shkojnë me të gjithë një lloj. Pika e parë, a pofton i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam që të distancohemi nga mjekësia, të mos e ndjekim mjekësinë, por thjesht themi që ne jemi njerëz që i mbështetemi Allahut subhanahu wa taala. Në mënyrë kategorike jo. Tek jeta e profetit duhet merret orientimi i tij, pra fjalët dhe veprat e tij dhe praktika. Dhe kur nuk kanë rënë ndesh me njëra tjetrën. Profeti alayhi salatu wassalam përkundrazi kur e kanë pyetur Aishën radhiyallahu anha dhe i kanë thënë, pra sa për informacion, zonja e nderuar Aisha radhiyallahu anha domethënë ka patur një informacion tepër gjerë në fushën e mjekësisë për kohën, normalisht. Dhe kur e kanë pyetur Aishën që ku mësove, pra ku i mësove të gjithë këto gjëra ti për mjekësinë, ka thënë zonja e nderuar, nga njerëzit të cilët vinin tek i dërguari i Zotit për të diskutuar çështjet mjekësisë, pra për ta pyetur për orientime të ndryshme, dhe nga pyetjet që profeti alayhi salatu wasalam kishte me njerëz të fushës së mjekësisë, pra i ka mësuar këto gjëra. Pra kur profeti pyet dhe kur profeti pyetet, sepse profeti alayhi salatu wasalam në rastin kur nuk është mjek, nuk bën mjekun, ndaj dhe thot men tatabbaba fa huwa damin. Kush merr përsipër mjekësinë, ai është dhe garant për pasojat e saj. Pra, nuk mund të bëhesh mjek, po kjo ndodh për çdo fushë, po flasim për fushën konkrete që të merr në qaf shëndetin. Për sa kohë i del për Zot diçkaje që nuk mund të bëhet në mënyrë autodidakte, me ato që quhet ndryshe, sidomos njëherë mjekësia alternative. Pra, mjekësia alternative është një fushë e cila është trashëguar nga njerëzit. Nuk është një fushë që po marrim këto bimët, po marrim këto çajrat, po bëjmë disa prova dhe o burra, domethënë, po hapim një dyqan dhe po futemi në këtë fushë. Ajo është një fushë e shkencës që kërkon një lloj certifikimi zinxhir, pra e trashëguar, zinxhir, e din pasojat dhe ka njohuri e mjaftueshme për të qenë një mjek i përgjithshëm, për të patur një orientim të përgjithshëm. Dhe jo të te i kalosh kompetencat e tua, duke thënë që shiko, braktise këtë gjë, se kjo që them unë është e mira. Kjo që them unë është e mira. Kjo nuk rezulton në saktë në Islam. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wassalam nuk ka bërë ftesë kurrë që të braktisë domethënë mjekësia apo kërkimi i shërimit. Pra ka patur për njerëz të cilët e kanë patur gjithmonë këtë problematikë. Ai që shëron është Allahu. Patjetër. Ai që shëron është Allahu, dhe askush nuk e vën diskutim këtë pjesë. Atëherë, përderisa çdo gjë ndodh me emër të Allahut, përse duhet të ndërmarr këtë rrugë të gjatë me pasojat ose me shkaqjet e ndryshme, me njerëz të ndryshëm, ndërkohë që e pasam pasur shumë të thjeshtë, i mbështetem Allahut dhe vetëm kaq. Allahu çron, i lutem Allahut dhe vetëm kaq. Kundrazi, profeti alayhi salatu wassalam i ka edukuar shokët e tij se kur ndjen një dhimbje, kur ke një problematik, fillimisht merret njeriu adap i cili të viziton. Dhe jo ti thua domethënë që thjesht kërkon mbrojtjen e Allahut ose kërkon shërimin e Allahut. Pra, një pjesë e njerëzve të cilët nuk konceptojnë kaderin, caktimin e Allahut, caktimin që Allahu ka bërë gjërave në diturinë e tij, dhe në përpjekjet që ne duhet bëjmë. Pra kaderi, caktimi i Allahut me çfarë finalizohet me veprën tonë. Por Allahu nuk i përngjet krijesave të tij. Din atë që do të ndodh para se ajo të ndodh. Asgjë nuk e kundërshton dijen parapraket Allahut subhanahu wa taala. Ama këtë nuk ta ka imponuar, pra nuk e ke me imponim. Ndaj dhe kërkohet vepra, përpjekja, marrja e masave në fjalë të ndryshme. Ashtu siç ndodh që dikur një nxënës i thonte profesorit tij, "Hoxh, përderisa çdo gjë nuk del nga caktimi i Allahut, për çfarë nevojitet vepra?" Dhe niset hoxha ose mësuesi të jap argumente të ndryshme, por kur personi e instalon diçka në kokën e tij se është kështu siç them unë,
edhe pikë, vjen një çast edhe diskutimi me të është i kotë. Thot dhe zgjedh një metodë tjetër hoxha. Thot e merr në një ekskursion, në një piknik, ku ndër të tjera hipin në një varg, në një liqen apo ndoshta edhe ndet. Thot dhe dinte shumë mirë që nxënësi nuk dinte not. Dhe pasi shkon thot në thellësi, e shtyn dhe ai bjen në thellësi. Dhe i thot lutem ndihmo thot hoxh, të lutem ndihmo se nuk di notun, nuk di të notoj. Thot nëse ta ka shkruar Allahu subhanahu wa taala, pra nëse Allahu e ka caktuar që të shpëtosh edhe pse s'din not, nuk është i nevojshëm noti. Nuk është i rëndësishëm noti. Të lutem hoxh do të po mbytem, nuk di not. Thot po ta pa caktuar Allahu, nuk nevojitet noti. Hoxh thot e mora mësimin, po të lutem ndihmo, thot dhe ndihmoj, domethënë dhe unë gjit edhe një herë tjetër në varg. Pra ka shumë njerëz të cilët në këtë problematikën instalojnë diçka në mendjet e tyre dhe veç Allahu subhanahu wa taala është ai i cili mund të t'ia kthej mendjen këtyre njerëzve. Pra shpesh u duhet gjetur ai damari të ndryshme, pra ta psikologjisë është se ku e ka atë çastin e reflektimit ose mënyrën se si mund të reflektojë. Pra ku gjendet ajo mënyra e reflektimit të tij. Profeti alayhi salatu wasalam e orienton zonjën e nderuar për ndurim. Dhe tham sepse i ka dhënë atë çfarë është më e mira. Pra, epilepsia për kohën atë ditët që ne jetojmë, po për kohën sidomos, një ndër sëmundjet e pashërueshme. Pra, ka rritur shkenca ta menaxhojë deri diku me faza të ndryshme, pra ato krizat, me orientime të ndryshme ose me mjekësi, me ilaçe të ndryshme, me medikamente të ndryshme, por mbetet si diçka e pashërueshme. Dhe profeti alayhi salatu wasalam pra i drejtohet kësaj zonje që për këtë sëmundje, e cila është një sprovë e madhe, që do të thotë, po jep mësimin e parë. Jo çdo sprovë është e keqe. Përkundrazi, çdo sprovë është e mirë. Që do të thotë që sprovat në vetvete bartin urtësi dhe mirësi të mëdha të cilat ne nuk i dim. Bartin urtësi të mëdha që ne nuk i dim. Po të arrim t'i menaxhojmë këto sprova dhe menaxhimi i tyre është të pajtohesh me to. Ndaj dhe i nderuar Imam Ibn Jauzi rahimahullah ka thënë, durimi ose durimtarët nuk e marrin vlerën tek durimi i tyre në sprovë. Ne e dim që gjithë që do të sprovohemi. Jo veç fakti domethënë që ti do të durosh, se do të durosh dhe s'ke nga jamban. Por e marrin vlerën dhe grada më e lartë e durimtarëve dhe e durimit është grada e pajtueshmërisë me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Të pajtohesh me këtë sprovën. Të thuash Allahu subhanahu wa taala ma ka dhënë për të mirën time. Ndaj dhe kanë thënë ose është thënë që kujtimet pra kur Allahu të kujton qoftë me një sprovë janë mëshirë. Pra sprova në vetvete është mëshirë. Të ka rënë një smundje. Ne e dim që smundja domethënë ka problematikat e saj, ka dhimbjet, ka vuajtjet, ka shumë gjëra ku e lutim Zotin të shërojë smurët kudo që ata janë. Por në vetvete domethënë Allahu subhanahu wa taala ta ka dërguar këtë sprovë për të të lartësuar. Pra durimi zë një vend shumë të veçantë në fen tonë islame. Inna Allahe ma'as sabirin. Zoti është me durimtarët. Pra, çfarë kërkohet gjë më madhështore se sa fakti që Zoti të jetë me durimtarët. Thot Allahu subhanahu wa taala, unë jam me ty o durimtar, o ti që pajtohesh me caktimin tim, o ti që pajtohesh me sprovën që unë të kam dhënë, unë jam me ty. Ai durimi i ka 3 ndarjet ndryshme, ose e ka ndarë atë në 3 pjesë ndryshme. Durimi në urdhëresat e Allahut. Çfarë do të thotë durimi në urdhëresat e Allahut? Ndër urdhëresat e Allahut, si shtyllat e Islamit dhe shumë vepra të tjera që janë adhurimet, domethënë, kërkohet durim. Pra, ta prishësh gjumin për të falur namazin e sabahut, kërkohet durim. Të qëndrosh në namazin e yatsis vonë, këto janë të detyrueshme të po flasim, nuk po flasim domethënë për nafile apo sunetet të tjera, namazin natës e ku ta diun, po flasim për këto. Të rrish vonë sidomos në stinën e verës për të falur namazin e yatsis ndërkohë që je i munduar ose e munduar gjatë gjithë ditës nga lodhja, nga monotonia e ditës, kërkohet durim. Të praktikësh ushqimin në emër të Allahut subhanahu wa taala,
në ditët e Ramazanit ose në adhurimin e agjërimit, kërkohet durim. Të sakrifikosh me pasurinë tënde, pasi je lodhur, je robtuar gjatë gjithë vitit për të ruajtur dhe për të depozituar diçka, dhe vjen një çast dhe thuhet, duhet t'japësh 2.5% prej pasurisë tënde i detyruar. Kërkohet durim. Kërkohet vullnet, por kërkohet durim mbi të gjitha. Pra, grada e parë e durimit, durimin ndaj ibadeteve. Të gjitha këto. Grada e dytë, durimin ndaj ndalesave, harameve. Pra Allahu subhanahu wa taala thot, këtë gjë mos e bëj, sepse është ndaluar. Është ndaluar në emër të kujt? Në emër të Allahut subhanahu wa taala. Në emër të Allahut. Atëherë kur ti për t'ju larguar kësaj ndalese, çfarë lipset prej teje? Lipset prej teje durim. Me patjetër që lipset durim. Për të qëndruar larg një të keqeje. Profeti alayhi salatu wasalam në hadithin e Abu Dharrit ku e pyet për vlerat e veprave të ndryshme dhe vazhdimisht pasi e pyet dhe e shoqëron me një frazë, i thot, po nëse këtë nuk e bëj o i dërguari i Allahut. Dhe profeti alayhi salatu wasalam e përmbyll atë hadithin e tij duke i thënë, të mos i bësh keq kujt, ndërkohë që ke mundësi t'i bësh keq atij, edhe për këtë do të të shpërblej Allahu. Të mos i bësh keq, ndërkohë që ke mundësi t'i bësh keq, edhe për këtë do të shpërblej Allahu. Çfarë kërkohet? Të përmbahesh dhe të vetë përmbahesh. Durim. Çfarë kërkohet? Të mos hakmerresh në emër të Allahut. Pra dikush të ka bërë një të keqe, vjen një çast dhe t'u dha mundësia që ti të hakmerresh për të keqen që ai të ka bërë. Por ti nuk u hakmorre në emër të kujt? Në emër të Allahut, sepse Allahu e ka ndaluar hakmarrjen. Po çfarë kërkon kjo? Kërkon durim. Dhe grada e tretë e durimit ose lloji i tretë i durimit, durimi ndaj sprovave të Allahut. Të gjitha këto të cilat janë sprova, smundjet, vdekjet, fatkeqësitë të ndryshme të cilat ndodhin në jetë, qofshin këto fatkeqësi ekonomike, aksidente, të gjitha këto me radhë. Pra, çfarë të mundsojnë? Të mundsojnë, domethënë, të kalisësh atë durimin tek vete, dhe kjo është grada e tretë e durimit. Dhe për ta përmbyllur me ato që thash dhe pak më parë, me fjalën e Imam Ibn Xhauzit, rahimahullah, grada më e lartë e durimit është pajtueshmëria, po e përmbyll me një shembull, dikur një mbret, ndoshta dhe vali, kishte një këshilltar i cili në maj të gjuhës kishte një shprehje. Ka qenë më e hajrit, pra për çdo gjë që ndodhte, për ndonjë fatkeqësi, e shoqëronte me këtë frazën, ka qenë më e hajrit kështu. Që do të thotë që pajtohej parimisht me atë se çfarë i ndodh njeriu prej të keqes. Thotë një ditë prej ditësh mbreti i cili ishte shumë i apasionuar pas gjuetisë, thotë në një aksident që ndodhi kputi kishtin. Dhe këshilltari, siç e kishte zakon, thotë ka qenë më e hajrit në këtë formë. Mbreti i irrituar, domethënë, pra kjo tregon se jo në çdo moment mund ta thuash një të vërtetë. Mbreti i irrituar i thotë, ti po gëzohesh me fatkeqësinë time, pra me aksidentin që më shkaktoi kputjen e gishtit, thotë merrni dhe burgoseni vezirin ose këshilltarin. Kaluan muaj. Mbreti i kthehet normalitetit, ndërkohë që ai ndodhej në burg. Dhe në pjesën e normalitetit, mbreti domethënë del sërish përgja. Kur del përgja, kalon kufit e tij, kuptohet që kemi të bëjmë domethënë me mbretëri qytete domethënë ishin këto. Thotë i kalon kufit e zonës së tij dhe sulmohet nga një fis pagan të cilët kishin një festë ku bënin kurban, por bënin kurban njerëz. Thotë dhe duke sulmuar, të gjithë ranë në mbrojtje të mbretit, pra jo ushtria, sepse nuk ishte me ushtri, por ishte me një çetë e cila siguronte mbrojtjen e mbretit. Të gjithë ranë, pra u vranë për të mbrojtur mbretin, dhe ai i cili mbeti gjallë ishte pikërisht mbreti. E morën dhe kur e dërguan tek i pari i tyre, i pari i fisit, pasi e pa, pra e morën për ta bërë kurban, dhe pasi e sheh që e ka gishtin e kputur, në të gjitha besimet deri dhe bestytnit. Për kurban duhet të jetë e plot, jo e cunguar, jo me tmeta. Dhe pasi e sheh thotë e keni sjell kot këto, se ky nuk bën. Pra si i mungon një pjesë e gjymtyrës që është gishti, ndaj bëni çfarë doni me të, nuk na vlen për këtë që ne e duam, dhe e lëshuan mbretin.
kur u kthyen kufit e tij dhe pasi u kthyen në mbretërinë e tij, gjëja e parë që bëri, i thot shpejt ta lëshoni atë vezirin se kish pasur të drejtë me fjalën kur tha që ka qenë më e hajrit kështu. Pra, si ta konceptojmë sprovën? Pra, sprovën ta ka dërguar Allahu subhanahu wa taala për mëshirë. Dhe po të ruan Allahun nga një sprovë ose nga një e keqe më e madhe. Ndaj ti falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Dhe i thot të lutem fal se të burgosa për muaj me radhë. Nuk ka problem mbret, thot se ka qenë më e hajrit, pa ditur se çfarë ka ndodhur. Po çfarë më e hajrit, thot, u bë muaj që ti je i burgosur, domethënë. Ndërkohë që ishe me post, ishe me pozit dhe unë urdhërova burgosin tënd. Ka qenë më e hajrit, thot mbret. Po çfarë ka ndodhur? Dhe i tregon se çfarë ka ndodhur. E shef mbret, thot se ka qenë më e hajrit. Po si ka qenë më e hajrit, do ti u burgose. Mbret thot, nëse nuk do të ishe i burgosur, do të isha për krateje, dhe i tregon gishtrit, thot unë i kam gishtrit të gjithë, nëse nuk do të ishe ti, pra që e ke gishtin e cunguar, unë i kam të gjithë gishtrit. Ndaj, çfarë është më e lehtë? Burgu apo të më thernin në vend të kafshës që bëhet kurban? Ndaj, nderuarit e mi, me sprovat, me pajtueshmëri, me caktimin e Allahut. Qoftë kjo vdekje, siç na mëson profeti alayhi salatu wasalam, që kur dikujt i vdes dikush, thoj inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, të Allahut jemi dhe ka i do të kthehemi. Ti përjetojmë ato sprovat me durim dhe me pajtueshmëri. Lutim Allahun subhanahu wa taala, Zot na falë, na mëshiro, na bëj prej diturve, na bëj prej durimtarve, na bëj prej atyre të cilët pajtohen me përkujtimet dhe kujtesat që ti u dërgon atyre. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.